Universiteti i Shkencave të Aplikuara në Ferizaj përmes Fakultetit të Artëve të Aplikuara ka prezantuar ekspozitën digjitale Future Frames, ndërsa kanë punuar për realizimin e muraleve në bashkëpunim me studentët e Universitetit të Shkodrës. Dekania e Fakultetit të Artëve në Ferizaj Lebibe Topalli foli për qëllimin dhe synimet e ekspozitës, duke theksuar rëndësinë e promovimit të artit digjital dhe krijimtarisë së studentëve. Fakulteti i Artëve të Aplikuara në Ferizaj kemi ardhur të prezantojmë me punët e tonat artistike, figurative dhe digitale. Në fakt kemi ardhur me 2 aktivitete. Për moment jemi pranë ekspozitës digjitale, kuruar dhe organizuar nga studentët e Fakultetit të Arteve. Njëkohësisht që 2 ditë është dita e tretë që kemi filluar implementimin, realizimin e disa muraleve në brenda këtyre hapësirave. Qëllimi është promovimi i artit, kuptohet, zbukurimi i hapësirave, që është një pikë shumë e rëndësishme, me i kthy hapësirat boshe, të zbrazta, të thota, në art, në ngjyrë, në jetë. Gjithashtu qëllimi tjetër shumë i rëndësishëm është bashkëpunimi, ndarja eksperiencave në mes të studentëve përveç stafit. Shefi i Departamentit të Artëve në Universitetin e Shkodrës Luiç Gurakuqi Rudin Beka, si dhe rektori i Universitetit Tonin Gjuraj, theksuan rëndësinë e këtij aktiviteti për zhvillimin e artit digjital dhe edukimin kreativ në universitet, duke cilësuar ekspozitën si një hap të rëndësishëm për lidhjen e artit me teknologjinë moderne. Kurrikula të tëra. Kjo është ajo që unë mundem me thënë me kaq sa di se si po funksionon dhe si mund të ketë një bashkëpunim edhe i aspektet digitalizimit dhe artit nga ana tjetër. Me sa duket është trend i kohës, është e pashmangshme, kështu që thjesht Lebibja me këtë ekspozitë sot, me këtë punë të studentëve, për na bën ne me kolegë në departamentin me menduar se çfarë do të ndryshojmë që të jemi më atraktiv në të ardhmen ndoshta. Ekspozita e sotme ishte një ekspozitë e veçantë në kuptimin e aplikimit të teknologjisë, siç e theksova më tepër Universiteti Fakulteti i Arteve në Ferizaj është Fakultet i Arteve Aplikative, ka një fokus të veçantë në multimedian dhe dizajnin. Dhe studentët tanë paten rastin të njihen me një stad të avancuar të artit digital. Ekspozita paraqet punimet më të mira të studentëve dhe ofron një përvojë të re vizuale për publikun, duke reflektuar të ardhmen e krijimtarisë digjitale.